Në një reagim në rrjetet sociale, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë teksa përcjellin ngushëllimet e tyre mes fjalëve të ndjera nënvizojnë se gjatë misionit të tij si preft, Peshkop dhe Pap tregoi gjithmonë një përkushtim të madh për të varfërit dhe të marginalizuarit pavarësisht kulturës dhe pozicionit gjeografik. Duke marrë pjesë në hidhërimin për fjetjen e Papës së Romës, Franceskut, dëshirojmë të shprehim ngushëllimet tona ndaj klerit dhe besimtarëve të Kishës Romano-Katolike. Gjatë misionit të tij si preft, Peshkop dhe Pap, ai gjithmonë tregoi një përkushtim të thellë ndaj shpalljes së ungjillit në kontekste të ndryshme gjeografike dhe kulturore, veçanërisht përmes kujdesit të tij të sinqert për të varfërit dhe të marginalizuarit. Veçanërisht vlerësojmë përpjekjet e tij të sinqerta për të nxitur një mirëkuptim të madh ndërmjet Kishës Ortodokse dhe asaj katolike. Sjellim ndërmend fjalët e tij gjatë takimeve me përfaqësuesit e Kishës Ortodokse, ecim së bashku si vëllezër në rrugën e mëshirës dhe të dashurisë, me shpresën të Krishti i ngjallur, i cili do fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe nuk do ketë më as vdekje, as zi, as vajtim, as dhimbje, sepse bota më pashme mori fund. Lutemi që Zoti ynë, Ati i mëshirshëm, të ia prehje shpirtit të tij i përjetshëm kujtimi, thuhet në mesazhin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.